Këtu është horoskopi e enjte 3 korrik 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Periudha ideale për të mbyllur marrëveshje të favorshme, një lëvizje ose një shitje do të favorizohet nëse kjo është ajo që dëshironi. Është dita e duhur për të nisur biznes të ri dhe fat në dashuri. Demi. Ditë interesante, e vlefshme. Në dashuri duhet të bëni një hap përpara dhe të mos tregojeni të kujdesshëm. Së shpejti do të gjeni një ton të mirë psikofizik, ndryshim strategjie në vendin e punës. Binjaket. Fillon me një ditë me mundësi të mira, fermente që shqetësojnë familjen, njerëzit përreth. Dashuritë që lindin, konfirmime. Gaforja. Në familje kërkohet pak më shumë durim, duhen shmangur debatet. Qëndroni të qetë me një njeri binjak ose shigjetar. Luani. Kjo ditë teston rënd marrëdhëniet që tashmë ishin dëmtuar nga keqkuptimet. Mos marrëveshje me peshit dhe virgjëreshën. Virgjëresha. Ju nuk ndiheni rehat, ju shpenzoni në një shtëpi. Disa vështirësi me luanin ose një njeri peshorja, në dashuri nuk ngatërohen. Peshorja. Ju jeni ai që e bën motin e bukur dhe të keq. Mundësi të reja në punë nëse jeni një profesionist i pavarur. Udhëtime paqësore. Akrepi. Disa leke më pak shqetësime. Duhet t'i përshtatemi ambienteve të reja me qetësi. Shigjetari. Ju do të duhet të rregulloni një çështje biznesi që është veçanërisht e rëndësishme për ju. Trazira në familjen tuaj ose me të dashurin tuaj, por këto janë tensione të përkohshme. Bricjapi. Situatë mjaft e kënaqshme, sidomos nga pikpamja familjare dhe përgjithsisht shoqërore. Ju keni forcë të madhe në dashuri, projekte të reja të preferuara ose projekte personale. Ujori. Do të gjeni zgjidhje të përhershme për problemet që ju shqetësojnë prej kohësh. Në dashuri nuk do të mungoj pasioni, merreni me punë. Tani ju jeni shumë më të fortë se më parë, burimet mendore dhe personale në maksimum, kënaqin mendjen dhe shpirtin. Peshqit. Projektet me kohë të konfirmuar do të rikonfirmohen, mos u thuaj jo eksperimenteve. Shikoni të ardhmen me optimizëm, më shumë besim. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.